Kur perandoria osmane ende sundonte me ushtri të mëdha, me topa, me ardh dhe me frikë, dhe kur Ballkani ishte shndruar në fushahu për interesat e fuqive të mëdha, një emër i vetëm mjaftonte për t'i shqetësuar komandantët osman, diplomatët e huaj dhe konsujt e mbrojtur nga imuniteti ndërkombëtar. Ky emër ishte Isa Boletini. Nuk ishte pash, as general, as funksionari i perandorisë, por një malsor shqiptar që nuk pranoi kurrë të përkulet dhe që e ndërtoi autoritetin e tij vetëm mbi besën, armën dhe guximin personal. Në gazetën amerikane Sunday Star në Washington me 27 tetor 1912, Isa Boletini përshkruaj si figura më e rrezikshme shqiptare e kohës. Një njeri që perandoria nuk po arrinte ta kontrollonte, pavarësisht ushtrive, planeve dhe parave që shpenzoheshin për ta ndalur. Aty ai përmendej me nofkën Monsinjo Isa, një epitet që e kishte fituar jo nga feja apo grada, por nga frika dhe respekti që ngjallte. Para se të vazhdoj mëtej me këtë histori të gjatë dhe të fortë, nëse ju pëlqejnë këto rrëfime të vërteta historike, pëlqeni videon dhe abonohuni në kanalin Histori Epike, që këto histori të mos harrohen dhe të vazhdojnë të tregohen ashtu siç kanë ndodhur. Isa Boletini lindi në mars të vitit 1870, në një mëngjes të ftohtë, në një kohë kur jeta në Kosovën shqiptare ishte e ashpër, e pasigurt dhe e mbushur me dhonë. Sipas rrëfimeve familjare, nëna e tij e kishte parashikuar fatin e djalit që në lindje. Duke thënë se ai do të jetonte mes gjakut, por do të vdiste në paqe. Një profeci e çuditshme, por që do të përsëritej në mënyrë simbolike shumë herë gjatë jetës së tij. Kur Isa ishte vetëm 3 vjeç, u gjet duke luajtur në gjakun e një shqiptari të vrarë dhe të lënë në rrugë nga hajdutët, në një shoqëri ku vdekja ishte e pranishme kudo. Ky moment u pa më vonë si shenja e parë e një jete që do të lidhej pasgjithshmërisht me luftën, hakmarrjen dhe mbrojtjen e nderit. Për shumë kënd, ajo do të kishte qenë një skenë traumatike. Për Isën ishte një fillim. Akti i parë që nxori Isën nga hija dhe e shndroi në figurë të njohur ishte hakmarrja ndaj konsullit rus Sherbina. Sipas Sunday Star, kjo ngjarje kishte ndodhur rreth 9 vjet para vitit 1912 dhe kishte tronditur Mitrovicën. Isa po krijonte probleme serioze në zemrat e burrave të Mitrovicës, sepse autoriteti i tij po rritej dhe ndikimi i tij po sfidonte jo vetëm pushtetin osman, por edhe prapaskenat diplomatike të fuqive të huaja. Shkaku i drejt për drejt i konfliktit ishte një shërbëtor me emrin Lihmen që shërbente në shtëpinë e konsullit rus. Isa ishte jashtëzakonisht i zemëruar me të dhe e kishte kërcënuar hapur. Situata u përshkallëzua shpejt. Në njërin anë qëndronte Qamil Pasha me një batalion prej rreth 7.000 ushtarësh osman. Në anën tjetër ishte Isa Boletini me vetëm 1.500 burra. Megjithatë, me këtë forcë shumë të vogël, Isa kërcënonte hapur qytetin dhe krijonte pasiguri të madhe. Kur Sherbina mori vesh se Isa po përgatitej për veprime të mëdha dhe se jeta e shërbëtorit të tij ishte në rrezik, ai kërkoi nga Qamil Pasha që artilleria osmane të drejtohej drejt fushave ku po qëndronte Isa. Plumbi i parë i artillerisë nuk e gjeti Isën, por i mori jetën shokut të tij më të afërt, Buranit, duke i goditur kokën. Isa shpëtoi për pak, por ky moment vulosi përfundimisht vendimin e tij për hakmarrje. Pas kësaj, dhimbja u shndrua në vendosmëri. Isa zbriti në Mitrovicë, ngriti një kurth të menduar me kujdes dhe e vrau konsullin Sherbina me një plumb në kokë. Ky akt e ktheu Isën nga një kryengritës lokal në një figurë që përmendej në shtypin ndërkombëtar dhe që shihej si kërcënim serioz për rendin osman në Kosovë.
Me kalimin e kohës, Isa u bë i njohur edhe për karakterin e tij të veçantë. Ai e urrente plaçkitjen, ishte mjeshtër i kalërimit dhe kishte një humor të ashpër që shpesh fshihte kërcënim. Për këto arsye, osmanlinjtë e quanin Monsignor, por nuk guxonin kur të bënin shaka me të apo ta thrisnin Monsieur në sy. Isa nuk ishte njeri që i duron detaljet. Gazetat e huaja nuk kursenin fjalët. Heroi më i madh shqiptar që prej Skënderbeut. Sultan Abdulhamidi, duke parë se forca nuk po e thyente dot Isën, vendosi të përdorte metodën e tij të zakonshme, korrupsionin. Isa u ftua në pallatin Yildiz në Stamboll. Aty u trajtua me respekt, u quajt zotëri dhe ju ofruan $14,000 në vit si dhe një harem që të jetonte si musliman i bindur në kryeqytetin e perandorisë. Isa i refuzoi të gjitha pa hezitim. Ai i tha sultanit se nuk mund të jetonte në qytete sepse i zihej fryma. Megjithatë, Isa u kthye në Kosovë me një pension, $12,000 në xhep, një shumë e jashtëzakonshme për Shqipërinë veriore të asaj kohe. Gjatë kthimit, ai u sulmua nga shtat grek. E ndoqën, por Isa arriti të fshihej mes shkëmbinjëve. Aty i priti dhe i goditi një nga një, vrau disa prej tyre, një e qëlloi në sy dhe u kthye jo vetëm me parat, por edhe me armët dhe trofete fituara. Parat dhe armët i ndau me bashk luftëtarët e tij, duke forcuar edhe më shumë besnikërinë e tyre. Isa kishte dhënë besën në Stamboll se nuk do të ngrinte armë kundër sultanit dhe ai e mbajti fjalën, duke luftuar vetëm Gjonturqit. Kjo çoi drejt për drejt në kryengritjet e viteve 1910 dhe 1912. Në prill të vitit 1910, Shefqet Pasha u nis nga Shkupi drejt Ferizajt me rreth 30.000 ushtar për të shtypur Isën. Isa reagoi duke këputur hekurudhën dhe duke mbajtur peng vagonët. Për një javë të tërë, ai mbrojti Kaçanikun me një vendosmëri që la gjurmë në histori. Kur burrat e tij filluan të lëkundëshin, Isa u printe vetë në vijen e parë. Një plumb ja shqeu këmishën, por ai vazhdoi. Kur nipi i tij 13 vjeçar tentoi të ikte nga frika, Isa e goditi me shuplaka dhe e ktheu në front. Në fund, me rreth 11.000 burra, Isa arriti të shpëtonte 30.000 ushtarëve të Shefqet Pashës. Turqit ja shembën kullën disa herë gjatë viteve. Isa e rindërtonte ose e zhvendoste. Gjonturqit ofruan $20.000 për kokën e tij, por askush nuk guxoi t'i merrte. Emri i Isa Buletinit ishte bërë sinonim i tmerrit për perandorinë osmane. Ata besonin se po humbnin kohë, njerëz dhe armatim nuk e u përballur me të. Isa tallej me diplomatët, nënshkruante letra si Monsieur Isa de Boletini, por respektin e vërtetë e merrte nga arma, nga fjala e mbajtur dhe nga guximi personal. Ai nuk kërkonte një jetë të qetë. Para vetës shihte vetëm tradhti, luftë dhe nevojën për edukat kombëtare. Një njeriu të tillë nuk i duhej kurrë rehatia. Në fund, Isa Boletini mbeti një figurë që perandoria nuk arriti ta thyej, jo sepse ishte më i fortë ushtarakisht, por sepse nuk ishte i blerë, nuk ishte i friksuar dhe nuk ishte i përkulur. Çfarë mendoni ju për figurën e Is Boletinit? A ishte vetëm një luftëtar i egër i kohës së tij, apo simboli i nderit dhe qëndresës shqiptare kundër një perandorie që po shuhej? Shkruajeni mendimin tuaj në komente, sepse zëri juaj është pjesë e historisë që po ndërtojmë së bashku. Ne jemi Histori Epike, aty ku e kaluara rilind. Deri në videon tjetër, qëndroni krenar dhe të vetëdijshëm për gjakun që rrjedh në damarët tanë.